ajo që konsiderohet si listë e mbyllur, dhe nga zoti Rama deklaroi sot pra do jenë emra të rinj, parashikohet që të jetë grupi ministrave të rinj, drejtor Po jo mos është fare kështu. një pjesë e tyre. Tani, në zgjedhjet e 2021-shit zoti Rama përpiloi një listë me parimin që të vendoste emrat e njohur të partisë në pjesën e poshtme të listës. Mes pjesës fituese të 18 mandatet e Tiranës, po të them, ishte dhe zoti Alqi Bllako, në vend të rëndësishëm në listë, dhe arriti të fitonte. Pastaj, ndodhi ajo që ndodhi me të, u arrestua, la mandatin, dhe për ironin të fatit, mbasi ky la mandatin, njeriu që e zëvendësoi ishte Pandeli Majko, pra një deputet i vjetër i parlamentit. Përsëri zoti Majko i bie që të jetë te pjesa e hapur e listës, pra dalë dhe të kërkojë të gjejë vota, sepse pjesën e mbyllur mund ta kenë njerëz që nesër pas nesër mund të kenë probleme me drejtësinë, drejtor, ministra, që janë pjesë e ekzekutivit dhe që zbatojnë çfarë urdhëron kryeministri. Pra ka dhe një lloj dileme sepse kjo pra kjo nuk i pëlqeu pyetja e Mitros, se këtyre po si pëlqeu këta. Iku Bllako, erdhi Majko, po duhet ishte Majko në pyetjen të përgjithshme. Jo danist. Po kush është pyetja? Që janë Marineta. Një lloj do t'i merrni dhe këta siç keni bërë këtë tak. Po e them prapë, çfarë procesi ka. Përveç asaj fjale nuk kisha ndonjë vërejtje tjetër. Çfarë procesi ka kaluar ta trintull? Po pra, Kam procesin kush flet më mirë për Edi Ramën. Sepse këta nuk as janë votuar diku. Dakord pra. As kanë pasur jetë politike diku. As karrierë politike diku. Respektoni mua, po respektoni tjetrin të përgjithshëm. Më që ta plotsojmë, me që do i bëni gjitha. Jo për ta. Janë njerëz që vinë nga hiçi, i zgjedhet Edi Rama kush vetëm mirë për Edi Ramën dhe ju bëni deputet. Kjo është thelbi. Tani ka njerëz aty që kanë një karrierë, kanë një kontribut edhe kanë konkurruar me votë për të marrë një vend për deputet. Un kam në këtë, le të themi, përgjegjësinë për zgjedhur listat në disa palë zgjedhjesh. Dhe ju garantoj në të gjitha mënyrat që ju mund ta besoni. Siç në fakt ylli nuk ju fton juve këtu nëse s'do kishte ndjesinë që ju do i bëni një emision të mirë. Edhe një drejtues politik, edhe Edi Rama dhe gjithë forumet zgjedhin nëpër këto lista dhe në këtë grup 3 parlamentar, një grup që do jetë më i mirë se sa ajo që është përpara. Pra cjellin më shumë zëratrin, cjellin më shumë opinion, cjellin më shumë eksperiencë nga profesionet, cjellin natyrisht frymën e re, cjellin natyrisht mendësinë e re të opinionit publik, dhe po të ngelen siç ngelte Sali Berisha te lista e vjetër dhe njerëzit që i ka pas që në administratën e parë 91, 91, 97, ata njerëz ka prapë, dhe një pjesë tyre kanë qenë në administratën e Sali Berishës, ne nuk do merrnim vota. Pra, është e pa logjikshme që një formacion politik që do të marrë votat e njerëzve, mos përpiqet që të zgjedhë më të mirët e mundshëm për ta marrë këtë vlerësim. Nga kush? Nga ata që janë në listë sigurt? Nga ata që janë në listë të sigurt dhe të hapur. Për shembull, ata që thonë ne Betale Zranafilit. Modeli ishte pra një sekretar i përgjithshëm ministrie, ai kongresi i Partisë Socialiste, ai kongresi i Partisë dhe linte jashtë deputetët e tjerë. Kjo ishte 2500 delegat të ardhur nga gjithë Shqipëria me kontribute të caktuara në rinin socialiste, në të zgjedhur nga gjitha forumet, mbasi ishte bërë proces super përzgjedhës, unë kam qenë pjesë atij procesi dhe ju mbani mend një fjalë e cila përzgjedhje nga ata elementë cilët nga forumet lokale kishin ardhur dhe bën kongresin rinor të Partisë Socialiste. Dhe ju ngelen te një djalë i cili tha një shprehje që për ju mos e duke keq, në kongres mori Eduard Trokitje, po s'ka asnjë rëndësi. Ju tani merreni me atë dhe harroni që nëpërmjet kësaj jo vetëm tuaj, i bëni revor, jo vetëm tuaj. Edhe të PD-s njerëz më të vjetër se ju më burr. Po jo më janë. Të rinj më të vjetër se ju. Po dakord pra. Po më vjen keq tani. Jo pra jo, po kemi gjë tjetër koncept. Çfarë quani ju të re dhe çfarë quajmë ne të re? Po, prandaj. Ajo që ju quani të re, sa pioner të rinj që u keni të shallin, shallin e Edi Ramës, edhe u thonë me shallin e Edi Ramës ta bëjnë çfarë duan. Po mirë më dakord. Sa ne quajmë të re atë që vjen si oponencë të vjetrës. Po pra, si të quash e retin nëse një servilit vjetrës dhe konformistit vjetrës. S'është e re, ajo është një moshë e re, njerëz të rekrutuar të shplar, trushplar, të cilët vinë aty për ta dhuruar liderin. E reja është ajo që vjen për të kontestuar. Nga e diti që janë dashur. Nga e diti. Dëgjuam që folën. Vetëm ajo nga Maliqi, ajo vajza nga Maliqi foli diçka, të tjerët ishin gjithë servila dhe konformistë. Po jo më pa shumë mendon ti. Si janë trinj ata. Po ç'rëndësi ka si mendon ti më? Ka thënë vetë kryeministri, s'ka nevojë të lodhet zoti Klosi, kryeministri ka thënë, nuk ka rëndësi. Ato për asnjë rast do jetë deputet a ditë të flas
a di të jeti Jo, e keni shumë gabim. Po vazhdoni, a ky person të ketë popularitet. Nuk ka rëndësi ditë të flas, i qani halën kalorësit se i varen këmbë. Jo, në asnjë rast nuk është shumë. Pra, ne jemi me i garë. Cili ishte kontributi? Ne jemi në një garë. Cili ishte kontributi në parti? Po. I Alqi Bllakos në raport me Pandeli Majkon, pra pse ai duhet ishte më lart në listë dhe ky duhet ishte te pjesa e poshtme e listës. Kjo ishte pyetja. Thash, çdo forcë politike shkon në një garë, përgatit forcën e saj, përgatit ato mënyrat e saj që do përballet në garën caktuar, vendos element caktuar. Jemi me dy emra konkret. Unë s'po flas për gjithë emra konkret. Tani, besoj aq më njihni, nuk është hera parë me zotrinë, jemi hera parë, po bashkë kemi kaq shumë debate. Mo prisni nga unë të bëj asnjë koment për asnjë njeri të përveçëm. Në konceptin e vlerësimit, pra, të individëve që unë flas për parimin, për emrat përveçëm, më keni mua. Unë flas për parimin, për emrat përveçëm, as mos prisni që unë t'jap asnjë koment asnjëherë. Unë gjithë i kam pas kolegë dhe jam shok gara, shok beteja, shok përpjekjesh, dhe të gjithë kanë dhënë kontribut në tyre në kohë caktuar, momentet caktuar. Dhe këta djemë dhe vajzat e ri që ju i meni me fjalë të tyre në kongres, janë pashu kontributorë që nesër pas nesër do korrigjohen, do mësojnë më mirë, do mësojnë më shumë. Një vajzë nga Maliqi aty. Ju haroni një sekundë, më U respektua. Ditë të tregosh për Partinë Socialiste, ti ke 10 minuta që flet, për Kongresin rinor të Partisë Socialiste, ku një djalë tha ne jemi petale... Në Kongresin e pavotuar, për zgjedhur. Në Kongresin rinor të Partisë Socialiste që ti mendon se është shu. Pra, ti ke 10 minuta që merresh me atë Kongres. Pra, ti të paktën e pranon që atë Kongres ka element të rinj që për ty nuk janë ata që duhet. Pra, nga krau tjetër që konkuron me ne... Element në moshë të re, të cilët mund të jetojnë lushje dhe votojnë i marë, ti haron dhe që zgjedhur për përfaqësuar. Kanë lushje e votojnë i marë, ti në mënyrë të pavërtetshme dhe emërohen sa po flasin. Asaj që sa po i shërben reklame. Çfarë reklame? Po, Partia Socialiste. Çfarë reklame që shërben vjetrës, ai i shërben vjetrës. Jo, fare në shërben vjetrës. Ai ka. Ishte ai që e kundërshton vjetrën. Po mirë, ma shumë mendon ti Jo vetëm të vjetrës. Jo vetëm të vjetrës. Jo vetëm të vjetrës. Edhe grupeve kriminale. Jo vetëm të vjetrës, edhe grupeve kriminale. Jo. Zoti Klosi, jo, po e vazhdoj dhe dëgjojnë. Sa do t'ju ndihmoj juve spaku? Sa do t'ju ndihmoj juve spaku? Të shkëputni lidhjet me botën e krimit dhe grupet kriminale. Sepse keni një deputet në Burg, deputetin e Durrësit, ta mbaroj të lutem. Ja ta mbaroj si pyetje, ta mbaroj si pyetje. Konkluzionin, por ndryshe pastaj jemi dy forca politike. Me që jemi te listat, jo. Krahun e politikës dhe dil përballë, nuk ka asnjë problem. Jo, po ju pyes me që jemi te listat dhe po hartoni listat. Partive opozitare, më bëj pyetje pra. Po pra, sa do t'ju ndihmoj spaku me task forcën që kanë ngritur të shkëpusni lidhjet me grupet kriminale. Marr shkas nga rasti i deputetit Qyrbja, deputetit të Durrësit, që sipas prokurorisë së posaçme ishte aty i vendosur nga grupet kriminale.